Italia ka qenë gjithmonë pro antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por reforma në drejtësi është një kusht i pashmangshëm për t'i arritur. Kështu deklaroi ambasadori i ri i Italisë në Shqipëri, Alberto Cutillo. L'Italia con questo governo, ma anche con Italia, jo vetëm me këtë qeveri, por edhe me atë paraardhse, ka mbështetur gjithmonë hyrjen e Shqipërisë në Europë. Europa duhet përfshi gjithë Ballkanin, sidomos edhe Shqipërinë për me qenë një pjesë e tërë. Rruga për në Evropë është shumë e vështirë, edhe është e përbërë për reformave shumë domethënëse që kërkojnë impenjim të madh edhe janë reforma të cilat janë thella dhe të qëndësishme. Reformat për Shqipërinë dhe reforma më e qëndësishme që ka identifikuar edhe Komisioni Evropian është ai i reforma në drejtësi për cilën kërkohet me shumë vullnet që çojë deri në fund. Këto reforma kërkojnë impenjimin e gjithëve dhe nuk mund të aprovojnë dhe të kalojnë nga një forcë politike, prandaj kërkohet bashkëpunimi i gjithë forcave politike për kalimin e këtyre reformave. Prandaj nuk mund t'i përgjigjem dhe është e vështirë të përgjigjem pyetjes kur do të ndodhë sepse varet prej impenjimit politik dhe të shoqërisë shqiptare. Venga quanto prima possibile. Sipas ambasadorit italian, drejtësia është një sistem që të gjithë duan të pastër dhe jo të kriminalizuar, dhe kjo duhet të ndodhë edhe në Shqipëri. Credo che questo sia Sistemi i drejtësisë është pa element korruptiv, është domethënë një sistem që gjithë dojnë në Amerikën e Evropë. Prandaj pastrimi i sistemit të drejtësisë nga elementët korruptiv është një proces që duhet konsiderohet normal dhe demokratik. Sistema giudiziario. Ambasadori Cutillo foli edhe për protestën e opozitës pak ditë më parë, teksa tha se është një mjet demokratik, por protestat nuk duhet të jenë të dhunshme. Le proteste sono parte del Protestat janë pjesë e demokracisë dhe jetës demokratike të një vendi. Mjafton që këto të mos degradojnë dhe të shkojnë drejt dhunës. Për këtë edhe forcat e opozitës duhet kenë gjithmonë parasysh aplikimin e ligjeve në mënyrë që këto protesta deri në momentin që nuk janë të dhunshme, nuk e dëmtojnë as pak imazhin e Shqipërisë në Evropë. In una cattiva immagine dell'Albania. Kreu i trupit diplomatik të Italisë në Shqipëri në deklaratë e tij është në një linjë me ambasadorin e mëparshëm italian e po ashtu edhe qeverinë italiane.